Rafaeli, kur Dazma mori fund, Tobiti I thirri djalin e vet, Tobin e I tha: njeriut që udhtoi me ty na duhet t'ja shprehim falenderimin ton dhe është e rrugas t'ja shtojmë shpërblimin. Tobia ju përgjigj: bab, sa thua t'i japim për shpagim? Nuk birr, dhe nëse ai jep gjysmë e pasurisë që e solli bashkë me mua, ai më solli mua, shëndosh e mirë, e shëroi gruan time, me mua I solli paratë e në fund të shëroi edhe ty. Si mund t'ja shpërblejmë për të gjitha këto të mira? Atëherë ai përgjigji Tobit: e meriton biri im ta marrë gjysmën e të gjithë këtyre të mirave që solli me ty. Atëherë Tobia thirri bashkëudhëtarin e vet e I tha: merre gjysmën e pasurisë që ma solle si shpërblim, që të takon e tu priftë e ma marra gjithmonë. Atëherë Rafaeli I mori të dy, I ndau veçmas e u tha: bekujeni hynë dhe lëvdrojeni atë ndërsy të gjithë të gjallëve për të mirat që na I bëri. Bekujeni e lavdërojeni emrin e tij. Bëni që gjithë njerëzit t'i dinë veprat e Zotit, ashtu si ato e meritojnë. Mos pushoni duke ju falendëruar. Fshehtësia e mbretit është mirë të mbahen si fshehtësi, por edhe ndër të zbulohen e të shpallën veprat e hyjit. Bëje të mirën e s'do t'ju gjej asnjë keqe. Është e mirë urata me agjërim dhe lëmosha me drejtësi. Më e mirë është të kesh pak me drejtësi se pasuri të madhe me pa drejtësi. Është më e mirë të japsh lëmosh se të grumbullosh are. Lëmosha shpëton nga vdekja, ajo pastron nga çdo mëkat. Ata që bëjnë lëmosh do të jenë jetëgjatë, kurse ata që bëjnë mëkate e pa drejtësi janë armiq të vetvetes. Dua t'jua zbuloj tërë në vërtetën dhe s'do t'ua fsheh asnjë fjalë. Jua shpjegova me parë se e ju thash, të fshesh fshehtësinë e mbretit është punë e mirë, kurse ti shpallësh veprat e hyjit është nder. Tani kur ti e Sara thoshin urat, unë I paraqitja lutjet tuaja para lavdisë së Zotit, po ashtu edhe kur ti I varrosje të vdekurit, po edhe atë ditë kur nuk ngurrove ta lësh drekën tënde e u çove dhe e varrose të vdekurin. Unë qesh dërguar te ti për të vënë në provë, por përsëri hyj me drejtoi mua për të shëruar ty e Sarën, rehen tënde. Unë jam Rafaeli, njëri nga 7 engjujt e shenjtë që jemi në gatshëm të hyjmë në praninë e lavdisë së Zotit. Atëherë ata I pushtoi një tmerrimall, ranë me fytyrë përlle e u trembën për së forti. Por ai u tha: mos kini frikë, paqja me ju, bekojeni hynë gjithmonë. Kur isha me ju prej nismës sime, por me vullnetin e hyjit, atë duhet ta bekoni gjithmonë. Atij këndoni lavde, juve u dukej se unë po haja e unë s'haja asgjë, por juve ashtu u dukej.
por bekojeni Zotin mbi tokë dhe falenderojeni hynë. Ja unë po ngjitem tek ai që më ka dërguar. Shkruani të gjithë këto që ju kanë ndodhur, dhe ai u ngrit. Ata u quan në këmbë, por më së panë e bekoni hynë, e këndoni himne, I falenderoni për të gjithë këto mrekulli. Të tillë u rrëfenin të gjithëve se si u ishte dikur engjulli I hyjt.